Presidenti Amerikan për Kosovën, si titull kështu, si portal ta kisha vendosur? Jo, Trumpi... I pas kësaj, i pavarësisë e kam fjallë. Dëmon, Trumpi është, dëmon tani është jashtëzakonisht është udhëheci një superfuqie që e garanton integritetin dhe sovranitetin e Kosovës. Kjo është që na duhet neve, sepse tani bota po ndryshon. Interesat kombëtare po prevalojnë. Fatmirësisht neve po na shkojnë për shtati veprimet e Trumpit, sepse politikat e Trumpit është e njëjta. Forconi sovranitetin, forcoj kombet, forcoj shtetet, rrjedhimisht forcojnë organizatat. Kjo neve na shkon për shtati jashtëzakonisht shumë. Dhe në këtë drejtim është tepër është mesazh i mirë i presidentit Trump edhe i Mbretërisë së Bashkuara të Amerikës. Edhe Mbretërisë Bashkuara. Mbretërisë së Bashkuara. Mbretërisë Bashkuara të Amerikës na kthen një 300 vjet më herët. Duke hekur fare në letrat edhe në mesazhet e Trumpit të administratës së re, as kërkon nuk e ki më qendër dialogu Serbi-Kosovë, as nuk përmendet. Ky është lajm i mirë, që e ka skivu. Jo, mendoj kjo... Se Trumpi don me injoru Evropën. Jo, nuk, okej, drejta jote është. Mendoj kjo është, po unë mendoj që